kulturën prej terroristeje dhe kriminele, çfarë je dhe përfaqëson, këtu nuk mund me na tregun edhe zonjë. Ty duhet me dorë të marrë, përfaqëson një subjekt që ka vrarë njerëz. Unë kam vetëm për komunën e Kllokotit. Unë e përmenda rastin. Rasti është eklatant, domethënë, i kërcënimit, i shantazhit, i detyrimit dhe i përzierjes drejt për drejt shtetit të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë, duke detyruar kundër kandidatin me heq dorë nga kandidatura për raundin e dytë, edhe duke emëruar si kryetar të komunës paralele Ditis, 2 ditë para zgjedhjeve të raundit të dytë. Prandaj unë votoj kundër kësaj. Faleminderit. Sa i përket listës serbe, këtu është e qartë, çdo gjë do të jetë e qartë, çdo gjë që derisa të ekzistojë ky subjekt të funksionojë kështu dhe të lejohet funksionimi nga institucionet tona, nuk do të ketë demokraci në ato komuna edhe te komuniteti serb, i cili vuan sot nga presioni dhe shtypja që i bën lista serbe përmes përfaqësuesve të saj, bashkë edhe me Vučićin, që është kreatori i saj apo shefi i vërtetë i kësaj liste. Jo, unë e kom një përpare, ne, izvinite, čekaj, Gordana će prvo da odgovori. Evo ovako, kaže šta hoćeš. Kulturën prej terroristeje dhe kriminele, çfarë je dhe përfaqëson, këtu nuk mund me na tregun edhe zonjë. Ja nisam ni kriminalac, Ty ni duhet me dorë të marrë, kur e përmend kulturën, kur na përmend neve kulturën këtu. Ne, ali ovo je... Përfaqëson një subjekt që ka vrarë Ovo je njerëz. nečuveno šta on meni kaže. I vi čujete šta on meni kaže? Kako on može meni da kaže da sam ja terorista? Imam ja CD. Përfaqësuese e listës serbe, atëherë përfaqësuese një organizate kriminale dhe terroriste pikë. Ne. Lidhje s'ki me përfaqësimin e popullit serb as qytetarëve serb Kosovë, fal. Ne želim da pričam Edhe kjo thyrja ma e madhe që ju bën atyre. Kad ima dokaz, idi u policiju. A ka të një familja që ja keni nërë shkollën, vetë se ka idi u policiju prijavim, pa nema veze sa mnom. Nëse vazhdoni se s'do më ndërprej takimin. Pardon, ti Vučićit mu këtu më shkollë. Kakav bre Vučić, kakve veze ja imam sa njime bre čovek? Vučići, već se Ja hoću da kažem šta ja hoću. Pas unë ze edhe kolege, unë po thënë, qeveria e Serbisë, unë nuk të më thonë që je përfaqësuese e listës serbe, nuk je popullit serb. Ka ndarë edhe një 6 parti tjera. Bëje pak dallime. 1. Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka rreziku popullin serb në asnjë moment. Asnjë rast nuk e ke të vrasjes, të rrahjes. Po, janë vrarë 3 terroristë në një sulm që ka ngjajë armatosur, që e ka pranuar vetë Vučići, vetë Serbia. Prandaj, nëse i qanë ata për besë, atëherë po identifikohesh me terroristët. Nëse i qanë që ata tjerë nuk ka vrarë qeveria Kosovës, as lëvizja Vetëvendosje, as nuk i ka përgosur, as nuk i prej. Për ditë, veç nish ki ma shumë vrasje, e burgosje e rrahje të sërbe, se sa në ketë Kosovën që ki më nda mujtë. Këto, ta kesh parasysh. Unë e folë për Kllokotit. Zënja kolege, qeveria sërbe, 2 ditë para raundit dytë, i ka dhënë funksion zyrtarisht, nëse do një javë tregoj dokumentin, kandidatit ose kundër kandidat listës sërbe funksionin e kryetarit të komunës paralele në Viti, që është e kundërligjshme, kundër kushtetuese, veprim kundër, pra tregon shteti i Serbisë se une kom i majt celulat e mia në Republikën e Kosovës për me shkatërru këte, s'ka kur gjë tjetër. Qysh e man një shtet, komunën, në një shtet tjetër, përveç nëse se ka një qëllim me shkatërru atë shtet. Unë s'kom sulmu me asë njerë personalisht, asë nuk sulmoj. Po edhe në qëpë se je antari listës së është çështja e jotjeve, po jo, e nisëm aty. 2 gabime po i banë, përfaqësuese e popullit serb, nuk je këtu përfaqësuese e popullit serb. Po ti mislish? Ti mislish mi to plasirate u javnost? Prandaj, e dyta, qeveria sërbe
jo vetëm me dhënjën e funksioneve, po me banda të armatosura, me armatim shumë të rëndë, ka hynë Kosovë me vra njerëz me okupu. Edhe po e tregon drejt. Unë jam ankue për listat tjera, për arsye se kanë funksione konkrete në kuadër të qeverisë së Serbisë në teritorin e Republikës Kosovës. Unë e thash hapër, edhe këto e funksionë në gjykatë kushtetuese, sepse PZAP-ja edhe gjykata supreme, unë e mendoj se kanë bërë një interpretim të gabueshëm. Ka mundësi që ata. Prandaj, këto janë arsyet. Nuk ka ndonjë arsye tjetër. Mund ta personalizoni, mund të personalizohet, unë s'po të them kur gjë, unë po të them që po jemi kundër terrorizmit, pas jemi veç na, janë gjithë. Edhe ata atje janë. Dikush ma herët, dikush ma vonë, po njerëz kanë me qenë me një moment të caktuar të lirë. Me u shprehë edhe me vetu. Edhe unë mendoj që është mirë, s'ka ku gjë të keqe. Faleminderit kryesues, që kjo ishte çështja domethënë që unë me gjatë duhet me demantuar dokumentet i kam.